desha të ves për Ramazan, pra të pyes për Ramazan, është ndaluar të flej burri me gruan? Shpresoj ta bësh këtë pyetje në emision, thot, sepse nuk e dinë shumë njerëz si shkon kjo punë. Në Ramazan nuk bën marrëdhënie seksuale të bëj burri me gruan. Në kohën e agjërimit, nga lindja e agimit, pra nga drita e agimit deri në perëndim diellit, nga ezani sabahut deri në ezan të akşamit. Ndërsa me flet mund të flejnë, ama me kujdes, veç e da, pra me kuptimin mos lozin gjatë ditës. Ndërsa gjatë natës, mas akşamit deri në sabah, bismillah, Allahumma jannibna shejtan wa jannibi shejtana ma razaqtana, ke kosa dush me flet edhe me loz, me bot gjitha. Natën nuk ka asnjë problemi. E ndaluar është ditën. E ndaluar është ditën sepse prishet agjërimi, ndërsa natën fiton sevape.